mëngjes dëgjues të Klan Radio, këto janë lajmet e orës 10:30. Qeveria e Kroacisë thotë se nisma e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes është e hapur edhe për aleatë dhe partnerë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s që duan të kontribuojnë në ndërtimin e stabilitetit dhe sigurisë, si dhe të qëndrueshmërisë në rajonin e Europës Juglindore. Sipas saj, nismës mund t'i bashkohen edhe vendet që po ashtu duan t'i ofrojnë mbështetje Kosovës dhe Shqipërisë në rrugën e tyre europiane dhe euroatlantike. Qëllimi i saj nuk është krijimi i ndonjë aleance ushtarake. Janë proceduar penalisht 7 punonjës të sigurisë dhe drejtuesi i njërit prej departamenteve të një kompanie telefonike në zonën e Laprakës. Sipas policisë, rreth orës 2:30. E na të shku për Durrës City, 10:34 minuta, 14 gradë. Pim stash një espresso perfekta aty në Vorë. Një restoran shumë i mirë, një espresso moti s'ka pi Shqipni, një espresso ka është mirë. Për ndryshe ku ka të roa shia. Do zhvillojmë takimin dhe kam ca takime në Tirana City, pastaj back to Prishtina City. Shi, këta shi qështu, është mirë me punu në zyre. Po, sot e kam pas termine në të vi këtu të sjeroj disa gjera tektike. Do duhet të zhvilloj të shoh si është duke shkuar procesi shitjes në Shqipëri për produktet që jam të shitur këtu. Check.